realisht më vlefshme në botën e futbollit. Edhe mos të folim për disa emra që janë... Mirë, sonte ishte një ekip i Real Madridit B, themi kushtimisht. Jo, s'është ekip i Real Madridit B, se ka lojtarë që para 2 viteve kanë qenë pretendent për toptarët, kanë fitu Championsin e La Ligën, po realisht do me thonë... Kapiten e pate Vinicius Junior. S'ka, është meritume është. Qa i ka fitu 2 Championsa, 22-24. Po, edhe Bellingham. Dhe ka e gol në final. Po, 2 finale i ka fitu, por çka duhet Real Madridi? Fshisa, operacione, mas pari trajneri, i pari. Trajner mesatar. Koha është për me folë për kampionët, jo për Realin Madrid. Që jep dorën, komplimentet e për zemrëta. Tre laurime nga zemra. Barcelonës. Ty dhe gjithë tifozëve. Sonte s'duhet me folë për të dështuarit. Sonte duhet me folë për suksesmet. Kanë qef shumë u marrë me neve se na kanë obsesion. Para menoj e ju i kini 5 Championsa, sa i ka Vasquezin i lojtar mesatar. 5 Championsa i ka Vasquezin. Sa krejt klubi ju. Po nuk mirët parametër matë, sa i sukon fakturë. 40 minuta gjykoj Prishtinën që s'ka bo ekip për kampion, e tash të Realis s'ka bo ekip. Ja Reali e ka bo, po ka dështu. Kanë menu që ushtarët e menajmenti, a i ka fajet në radhë. Matë rëndësishëm se komandanti. A i ka fajet menajmenti. Generali është baba, a i vendos. Allon se ne morën në përkom, edhe që ku kemi përfundu. Si besu. Arbelo, si trajner, si lojtar që shka qenë. Mesatar, me do bryla, me do që... Me që fillove kështu, a e bëjmë një sfide, kemi përgati. Ka sfida për Madrid. Emi vetë futbol. Para sfidës, ja ku është lajmi fundit. Leo Messi uran Barcelonën, kampionët, legenda në Instagram. Ka obligim, detyrim. Tërsa Mbappéja e kishë postu duke humbë Realit 2-0 në Instagram. Dhe kishë kru hala Madrid. Diferencë mëllë. Prapë se prapë është krenar që është pjesë e një klubi gjigant që edhe 20 vjetë Barcelona s'ka me mujtë më arrit, as Real Madridi, as Bayerni po menoj, as një ekip i Evropës, Realin së në mërinë në 20 vitet e fundit. Ndajeni mirë këtë deklarat edhe postoni kur doni. Mbappéja po ashtu e ka postu. Kjo është ndeshje që është lujt për prestigj edhe krejt paraqitja e Realit sonte në fush ka qenë manifestimi atmosferës brenda dhomave të zhveshjes. Ato grushtet që i kanë shkëmbyt Chouameni me Valverden, atmosfera toksike në raport me trajnerin e disa lojtarëve, kështu që... A i ke pas që janë rre me grushte? Valverde vetë ka deklaru. Ma kam shumë, po jo shumë veç më ka gërrit. Veç një shaj ma ka bu. E dhe mbe pintusin havere komune. Mirë, Bene, edhe adit, apo e bëjmë sfidën? Shfaqen të të futbolist, a do i mbanjet, apo do i shisnit? Jo, kjo që është afshisën. Arditi. Të shojmë se qa për thot. Hajde. Taman, operacioni Po shkojën e sërë dhe ndi. Thuansat e kanë krejt mendimin ndryshe, unë e ko mendimin ndryshe sa i përket këti lojtari, ndështë edhe që është lojtari jemi preferum kur jemi të Real Madridi, nuk ju pëlqen njerëz e fort gjestet që i bën fushë dhe ato, po unë mendoj që në Real po Viniciusin në futbolin e sotëm ka me pas shumë problem, se Viniciusi ofron gjithë shka që ka mundet me ofron lojtarë në fushë për kundër sezonit dopt që ka pas i vetë, edhe pse i ka shënu 21 gola, i ka dhe 13 asiste. Une Viniciusi nuk e shoj ashtë Realit edhe shpresoj që Reali nuk e bën këtë gabim duke marë parasysh që shka shku për sezon, dhe me thonë me marë këtë vendim që mundet me i kushtu klubit shumë. Kapitenin se largo. Mirë, bashkë me neve është edhe Andin Lokaj. Mirëserë dhe zëtëri Lokaj. Të ndeshës, mi brava Po mirëserë të presni me padurim. Mirë brava të gjithë dhe mirë brava panelit, mirë brava gjithë tifozëve. Soj për këtë ndeshës, me njerë mund të theksoj që Real Madridi ishte shumë i fortë sonte, nga se asesi nuk e lejoj Barcelonën të shënoj edhe golin e tretë. Kjo ishte problemin, se ku po moti. Edhe 20 vite jetë, ti, pa tjetër nga zemra urime, ti dhe Barcelona nuk mundeni me arritë Real Madridin. Edhe 20 vite. Qysh po me ndonë? 2 dekada. Me futbol, me trofej. Me kupa? Me trofej. Me kupa që ja përso dushkom. Qa po festoni 95 sonte? Qa po festoni sonte qëtu? 95 Trofeun e La Ligës, apo? Se kjo është si bebat e klasës para. I ke po, klasa e parë fillore, edhe para shkollore. Krejti foli. Qasi është kë? Për kup, për trofej lutë futbolit. Foli krejt. Nuk ka problem. Me rritë të gjitha,
trofet, vesh një s'mundesh me marrë. Futball s'mundesh me luajtë si Barcelona. Ka e din Reali. Reali është më i trofeshëm se ti. Baskezi ka 5 çampion se s'ke këtu. Gjithë trofejnë të merri. Barcelona 5, o i dosh. Futbollin nuk mundesh me ja marrë. Tu është esenca e dallimi mes Barcelonës dhe Real Madridit. Respekt për Realin, se shiko, për tango duhen 2 veta. Mungesa e kalorive të trofet është fjala te këta. Ta furën me njerë. Nën kampionit, duhet kampioni ka për Barcelona. Me fakte që në 2 sezonet e fundit, Real Madridit nuk ka asnjë trofej. Dhe kjo nuk ka ndodhur me dekada. 16 vitesh. Ashtu, faleminderit. Për që ta komandor tash Mourinho, edhe komandanti del para ushtarëve dhe i binën. Kush si binët e së shtëpia? Nëse më bëhet mu pyetja Mourinho a do ta këndellë Real Madridin? Shqyrqyzve. Ardhja e Mourinhos te Real Madridi është lajmi më i mirë për Barcelonën. Është lajmi më i mirë. Ku është me ardhaj Real Madrid? Nëse ai vjen Real Madridi do të shkatërrohet tërësisht. Do të shndrohet në një skuadër mesatare. Unë jam i bindur futboll, thë ke Xhavin me ka fitoi La Ligën me këta Real Madridi do të shkatërrohet. Bindur jam. Tjetër gjë është, nëse vjen Kloppi me Toni Kroosin, që shi lexova disa lajme në Spanjë, nëse vjen Kloppi me Toni Kroosin, kjo është nivel krejtësisht tjetër. Se po mendojnë Por ndryshe me Mourinho ndodhin këto problemet e Real Madridit tash në këtë fazë, që po duan të largohet Mbappé. O si vetë kërkosh tifos. Peticion me mbi 50 milion. Mbappé rën. Vinicius Është e rën. vërtetë ai peticion. Si vazhdoj atë sfidën. Cilën fshisë për dorë ti a din se ndodhin këto probleme. Real Madridi ka shumë fuqi lojtarëve. Brahim Diaz. Fuqia lojtarëve në Real Madrid është më e madhe. Ecin, Në dallim me secilin lojtar për Real. Ndrojnë trajnerin për një javë. Bukur, nuk ka. Edhe kjo ndodhi. Nuk mundet lojtari me qenë mbi menaxherin fuqi. Kjo është problemi Real Madridit. Problem. E kemi thënë. Problemi Real Madridit. Për një javë ditë kjo ekip. Ta hek trenerin. Këtu është problemi. Krahasoj ambientin Barcelonë me Hansi Flicken edhe ambientin me menaxher. Lojtar të Real Madridit ka thënë. Është për keshardhjes unë kam qenë Realin me pas. Ajo gollashënuesi më i mirë i ekipit edhe ndër 3 Ne ekip lum për ta. Qysh mund me kon, po çat për çata kanë luajtur për Cristiano, për Benzeman, dhe u bë kampion të Evropës çdo 2 vjet. E kanë vitu për 10 vjet 6 herë championsin me Ronaldo. Ka qenë pares problem, edhe në frontës din me probleme. Është person futbollist toksik. Ardite para emisionit pa shumë egoist dhe kjo analizë është bërë në Spanjë. Edhe Cristiano ka qenë egoist. Dallon mënyra e këtij. Dallon ky Mbappé quhet ky Cristiano. Cristiano s'undol kur spunuari Nëse analizon kemi situatë tjetër. Arlen, kom post rosti me po disa video, kur nuk hidhë tupit e Mbappéja, se si nolet nuk e për cjela aksionit. Thirë është egoisti të prum. Këto se ka pos Ronaldo. Jo, edhe mash të shprejën e ka pos. Vlera Ronaldo suksu kur ka dhënë golla tjerë. Adin është, krasimi është... Realin pi 95-ës çdo lojë ta tregoj. Me këtë dush, edhe me Vallecanon, edhe me Mbappéja është person që shkakton probleme. Gabemje, s'fajtona me. Me vetë faktin që Parisi... Se për kjo tendencë ka që madhe me full për... Paramenoj lojtari... Top lojtari... Barcelona është falë kampion, u insistoj ke me full për problemi është Arlen, pse po e... Kjo është strategjia e Benit, po do ta dëgjojmë deri në mëngjes. Sulmi mbrojtja më e mirë. Fol për Real Madridin, folim deri në mëngjesna. Vesh flet për ekipin më të para se me vazhdu për Realin, topit që... Ma jep një përgjigje nëse e ke qyrë lojën veç pak. Pse Barcelona s'do kemi japë edhe gollin e tretë sonte? I ka në kuti me lujt pak hajgare. E pa du të më gëzu. A po am lojnë ase po? Mourinho si në gol me Barcelona. Se s'doshti Barcelona me japë edhe tretën. Se me Barcelona. Prandaj, futbolli ka histori. Lutëm mos e këmë shkatruaj. A i s'po mundët me menaxhuni Benfica, një Tottenham, Mourinho. A një ide shqyqës të vetin ty. Ti edhe Xhavin e ke ekur në La Ligën me fëmi. Xhavin, ku është Xhavi tash? As Bournemouthi s'pe angazhon. Ajo zotëri, ajo është me sfushorin ndër më të mirë të botës. Për Xhavin menoj që Reali... Ajo dihet, s'ko në pojnë për men ato. A i ka qenë një prej më të mirëve të nakonave si me sfushor. Mirë po si menaxher. Ndoshta e ka hapat pilarin e familjes. O kushti ka shti që ta lujtarë të një në Barcelona? Shka ka aty? Kubarsin, Balden, Jamalin, Krejtë. Kumani, më sa ro Kumani. Kumani u konë ma jerët. Kejtë, Xhavi ka shti? Ja, Kumani. Gabemje. Kumani ta ka bo Pedri. O ta ka vitu La Ligën me fëmijën. Cili futbolist i largun prej Realit në viteve të fundit kalon handicap mas shumëti?
Modric, Toni Kroos? Kroos, po që ato dy na A mos nuk ka mujtë 7-2000 su kokë kemi thonë këto disa are. Rollit i duhet një Vitinja edhe pik. Se po identifikojnë Mbappen si problemi, si stumbullari i Lojtari që problemi. ta mon topin vit gollës, qaj është? Qaj o Vitinja? Qasi i mungon? Ka forcë, fuqi, Sa është Real Madridi, ai klubi që mund të bëhet kandon. Do të thonë lojtar që e mon topin, një Pedri, një qasi profili lojtar. Kësi forcë, shpejtësi, kreti ka, veç inteligenca i mungon ato në fush. Një lojtar që e mon topin, Real Madrid. Se Arda Güler. Cili futbollist është Arda Güler adekuat? është lojtar mesatar, nuk ka për Real Madrid. As mas të në tonë, kej du të me jekta. Gülerin e majnë, se i du të Kon me marrë. S'mund se në maj Do të mi majtë do me zatar. keni marrë që keni dosh për para. Atë lirë, me balansu pak. Ishim duke diskutu kë e largon Arditi. Pelej ka kërkën? Real. Kush? Hajde, regjia, i shojnë edhe një Kë e mba. herë futbolistët. Gülerin? No. Gülerin ndritësën lu. Ben, të lutem. Shkojmë. Ardite e mban, apo jo? Gjilamos në shprej. Bene? E manë këto heq, deri ta lën futbollit në rallju. Kuptojmë bene. Në fund shkon në Miami ose në Amerikë, merë parë ose në Arabi. Rallë se shkon këto. Plus është një diferencë 14 pikë, shumë është jo. 14 pikë gati gjysa e sezonës për bjenë, edhe 2 gjiro 20 Ta pikë. gëzosh titullin, zotë. Se mi fitu gjysën e sezonës një ekip, e njën asë një pikë. E përfundojmë sfidën. Runi do pikë për sezonin tjetër. Vazhdojmë. Regjia? Son dhe kemi fest. Po, normalisht që po. Go home. Jo, Atletic Bilbao. me mbajt, ka shumë mbrojtësa tjerë në rënd që duhen më largu. Po, vështirësi t'i ofrohet hijave, ty tutët. Po, okej, është sezoni 20 parë, ka kg. 20 vjeti, ka sezoni parë, ka pas performancat mira në fillim sezonit, besoj që duhet me mbajt, ka janë Alaba, është besoj edhe Rudiger, Asensio sonte që të regoj që lërë nivellit realit është, dhe me thonë, ka mbrojtësa tjerë që do më largu para këtij, do me thonë dikush duhet me mbet. Edhe Rudigera? Edhe është Militao që i lunë, O, të fjallë. që është për mu, është për ka kualiteti mbrojtësi ma i mirë në botë, po i lunë 5 lojnë sezon, kështu që... Mbrojtësi tjerë Rudigeri verdiktin du të për me prit secilin, ka 10 për vjetë me shkak të marë. Jo me Po, largu. veç Go home. Okay. Hajde. Vazhdojmë. Në emocion po dhojmë përgjigje. Kamavinga. Kohum. Është një lojtar që 6 vjetë, do me thonë për që ka arë në Real, sezonin e parë është ma i mirë se sezonin e 6, shtu që s'ka pas asnjë progres, gohum. Që do një ja huazojmë Markasadon. Ky shkon në Arsenal Vjen sa dy. se kthehet në Francë. Se ashtu këtu të nasë për mundet me Po lu. e shisni. Markasado ju ku shkri punë. Kalojmë. Po, Kamavinga. Që do një? Mbetet. Jo, mbetet kjo është pasusi ma i mirë i topit në botën e futbollit, shtu që mbetet, Ky definitivisht. pason më mirë se Chouameni e Valverde në thellësi, keni po, farë pasime. Trent është super lojtar, po... Faleminderit. E mbani. Sezona e parë është Vazhdojmë. gjithmonë e vështirë Drejt me në këto dy klubet më të mëdha në botë. Se i ki Regjia, vazhdojmë. pik dot. Unë nuk e di pse ka lujtë sonte ky, me rastin që ka ndodhur, Se është Real Madrid, në një klub si Real, unë mendoj që në rastin që ka ndodhur, do me thonë, as nuk duhet me pa fushën lemo fanellën, kështu që besoj që edhe ky duhet me largu edhe me vazhdu për para me ata që i ceki Beni me mesfushor që ofrojnë diçka në lojë. Qysh na konfirmon që ka ndodhur ai rast? Deklarata Si Valverde. pas asaj po? që i kemi postu në faqen që e kam, deklarata Valverdes, deklarata vetë Chouameni, do me thonë që ka të regu që ka ndodhë incidenti, kështu që diçka ka ndodhë, sa e Kto që ja kish marrë ka këthy shampunë. tavolinë vetë, do me thonë, kështu që diçka ka ndodhë aty. Ja ka marrë shampunë. Kalojmë. Jo, iki. Largohet është një 15 herë ma i mirë Enriki. Girona. Çka ke? Çoti. Mjaft. Okej. Vedat Moric që është 3 herë më i mirë se Ka Gjy. lujtë mirë, po 3 herë. më. Rat kompeticion është për nivel tjetër. Kalojmë. E thash, Ren. se mendoj që ka shka ofron më për avin. Realisht. Spajtohem aty. Okej, në rregull. Beni e mban. Jemi dy. Për ndryshën një futbolist kombëtarës Kosovës se kom pyet cili ka qenë mbrojtësi që ballafaqu më i vështirë në Evropë me to ka thonë Rudiger. Është edhe problemi që e ka Është me super është edhe futbollisti problemi që e ka me lëndime, do të thonë, edhe ka moshën, kështu që Lumnica. E doni. Zhegrova. Rudiger tha është mbrojtës, Briljant. është bish. Bravo. Për bin futboll. unë pajtona që është super mbrojtës, por nuk besoj që ka moshë. Edhe është i pamshirshëm edhe në aspekt Është Vreta, mentalisht let. buri është kjo. Ky Ren. Kemi akoma?
Ta që ju në konë Gjermania, Fundit e Bayern keme. këta Që diskutohet kështë lojtari i epokës 5 viteve tashme të Realit. Dy qempion sa i viton. Këtu nuk pajtona me Benin. Unë mendoj që Mbappé duhet me mbet të Reali, definitivisht. Po, në 5 vitet e fundit, 4 finalet Ligës Kampionëve i kanë lujt Reali edhe Parisin, asë njënën për tëmve s'ka lujt. Apo merë një vesh odhnoju me zveti kënë e largoni. Ka qenë pjesë Për Mbappé. Veshte Ridigeri si me pajtu. Ka qenë pjesë e Parisit për 7 vite, është pjesë e Realit për 2 vite, edhe duhet më konë kogja koincidence e madhe që në 2 vitet pas u largu kë Parisi mbrin 2 herë në finale, Reali eliminohet 2 herë në çeyrëfinale edhe Ka në diçka. në asnjë trofej. Ka diçka. Pa marrë parasysh golat. Seriozisht, pa marrë parasysh golat. Veç diçka du me shtu. Këtë sezon Mbappé i ka hub 3 ndeshje kundër Manchester City, i ka hub 2 ndeshje kundër Barcelonës, i ka hub 2 ndeshje kundër Atletico Madrid. Do me thonë, në ndeshjet më të rëndësishme të sezonit Mbappé ka mungu. Ka shënu me ovje. Lojmi që mungon për pjesën më të madhe të sezonit, u kthy djen stërvitje sot nuk uftu. Kthehet tash me Ovjedën. Mos let lun heq, e tja merë Murici. Ja e merë këpucën e orë. Shpresojmë që s'lun asë një ndeshje. Për mendimin tim, Mbappé ka bu gabimin më të madh në jetën e tij që ka nënshu me Real Madridin dhe nuk ka ardhur te Barcelona. Sepse lojtarët më të mirë tonë konave gjithmonë kanë luajtur në Barcelonë. A janë nisur me Cruyffin, Maradona, Ronaldinho, Messi, më i madhi, edhe ky Mirë, po tash, do a e ka pranu Mbappé me ardhë për i Realit? Di Stefano, ku ka luajtur Zidane, Di Stefano, bre. Ronaldo fenomeni, ku ka luajtur Stefano kur u kon topi Cristiano Vunicës, Ronaldo, ka luajtur Barcelona, Ronaldo. Krejt topat e art, 95 sekondej kanë luajtur Real Madrid. A e dim Vunica, që marrë që gjempera, Apo flet për historinë. Qasi topi u kon Di Stefano. Ku e ke pa Cruyffin? Çfarë Di Stefano po ai gore po. A ke pa të luajt Cruyffin? Çysh? A ke pa të luajt Cruyffin? Po a ke pa të luajt? A ke pa të fol? U ofendu nga kjo pyetje, Ben. Po ofendohet se ky menon ky absolut mendimi i tij. Gabimi është shumë. Cruyffin. Deri në qiell. Cruyffin. Lojtar të më të mëdhenj. Cruyffin me Di Stefano mos bëj gore Ben. E prekin kulmin me lujt në Barcelonë. Po majat e suksesit të Real Madridit. Kur ka luajt Di Stefano, përveç topit që u kondi Vunicës, as karton as ka pas. Se den atë kotë. As karton as ka pas. Portierat as dorë as kanë pas. Sa herë ke fitu Championsin prej 98 e këndej? S'ka gole ajo. Jo, ka gole. Pse ai halopin jeti ato 5 parat? Se pinal të tetës. 10, hispin jemi ato, 10 herë na i Ja, 10, Ti okej. 5. Qato jemi ma vonë. Sa Vaskezi? Ato kur s'ka pas kartona. Po ti të kom thonë. Nacho gjashti koj, Krosi, Një titull i Barcelonës në Evropë, Broj si është djavë. komplet Real Ma i Madrid. mirë i historisë, 6 çempionsa. Arbitri, Dhe e pati një pyetje shumë të bukur. Po kthehemi në të tashme. Hajde. Mbappé, nëse ka gabu që ka shku të Real Madridit, a mundet me përmirësu gabimin në artë të Barcelona? Arru me vetë andim. A e pranoni? Jo se është Rafinha. Borqa e pranon, por duhet ma maskari me qenë dëshira e ti me ardhë. Aty, edhe une të shakon vend ti e kësha bukër. Levizje pas ke peticioni 55, 60 milion, sa ke? Kush? Peticioni Bi 50 Është i vërtet ai peticion. Po ato është i vërtet. është i vetë, a i ka vetë drita intelektual. Bustum artificialisht. Kampion 2 euro po, qao. Ka, Aty vendosë menazhmenti. 60 milion, nëse është vërtet, 60 milion tifoza mos me dasht, kjo është problemi madhë. 60 milion, po qëfar? Arben, ti mirë. Beni, Asone si kom besu. mirë the, a i ka vetë drita intelektual se u bo 2 herë kampion. Reali s'u bo 2 herë kampion. Që kjo dalime? Kjo ndodh ka njëre. Do mon këtu ka qalime E dikon. ato sukseset... Po shumë probleme të brendshme. Ja, 2 vitet e fundit. Funksionieri u boti Dy vitet e fundit, po Veç aty në sukseseve Dia ke këtu, para se marë, ti Mbappé në gjykun shumë që është egocentrik, dënë vëmendje, është futbolist që du të me lu ekipe. Kanë me pas në Barcelonë. Bëna i me ato tipare në Barcelonë. Barcelonë s'duhet me qenë qaj profili futbolistit. Nuk dhez asë një futbolist që në Barcelonë i t'il. Ja, në Barcelonë kur t'vjena i qetësohet maksimalisht. Po thu? Ja, s'ka i gare aty. Ja, ti s'ka i gare, los. Ajo është klub serios. U raportu që dje u largu vetë nga stërvitja, po ardit? 10 minutat e fundit Mbappé dhe sot s'është ftu fare në stërvit. Ka mujtë më lënduve? është normale. Ska stërvit një kodë gjotë, ka mujtë më lënduve, ju përsërit lëndimi. është normale. Pyte ata që ke mrena. Tu si me hajtë se të informacion. Stani. Gjënash mos me pa Mbappé në botror, s'ka pas nevojë me lujtë sonte.
Nështë ta përrumë për kupën e botë. Rrezik është, po, Pajtohem me ti. edhe në përgjithësi, sot loja ka qenë shumë e kujdesshme nga gjithë lojtarët për shkak sigurisë për me qenë pjesëmarrës në botëror. Nuk ka qenë lojë shpejt. Potenciali shumica aty në janë botëror. Me Gencin duhet ta diskutoj, a u ndiku klubi i Realit Madrid, lojtarët sonte nga situata e fundit. Mënyrën se si pranojnë 2 golat Thibaut Courtois, ai është portier që zakonisht fret ato golit, domos te Rashfordi. A është indikuar nga situata, nga problemet e fundit? Sigurisht që është indikuar, sonte kemi punë në Real Madrid që nuk ka qenë nivelin e saj më të mirë. Edhe gjithmonë kur ka luajtur Reali Barcelona, pavarësisht fitores njërës apo tjetrës, Reali ka qenë më dominant. Shumicën e herave, jo çdo herë, sepse dim filozofinë e lojës Barcelonës me shumë pasime, me shumë posedim. Po Reali ka qenë shumë më insistues herave tjera. Sonte ka qenë shumë i zbrapsur, shumë e pa interesuar për me lujt. Edhe është shumë normale që ato përçamje që u bën brenda duken shumë Mirë, të vërteta në kur vjen puna te El Clasico, edhe kur është humb titulli El Clasico, kampionati përfundoi sonte. Deshe që edhe në bitësore është zjarë. Sonte nuk e pa, më thënë. Shikoni, edhe diçka... Goli i dytë e goditi shumë Realin, më falë Genci. E goditi shpejt Realin, ajo edhe disi u dëshpëru skuadra, edhe vetë Barcelona e pa, dhe për respektin që ka për Real Madridin nuk shkonte shumë shpesh për para, sepse në atë situatë, nuk pas me shku për para, kjo ndeshje i shkry një 10-0 sonte. Tja këshire. Koresht e kja do. Kjo ja qëllon. E dikë. Huqeve ja qëllon perfekt. Nuk kam shti bëj. Huqeve totale perfekt. Nas kena post rostin me po live, ky po. E shënjestron huqe. O, e këshyri nderum, këshyre është drell mas, Ti du të mi besu se ky ka këshyr luj, nas kena post mundësi. Pjesën e pare kom këshirë krejt. Sidomos pjesën e dytë, Pedri veç valzojke, usilke, edhe pasoj këtë kubarsi. Shumë e mirë ke pyetje Arlindit. Atmosfera brenda u manifestu jashtë në fush. Ciao. E vërtet. Atmosfera e keqe. Ka të vërtet top. Fran Garcia e ka keq Arbeloa. Do të me lujt. Krejt e ka e. I ka thonë ty zllogariti. Me ndi lëndum lumë tis lumë. Dhe më thonë atmosfera toksike. Raul Asensio gjithashtu s'ka full Carvajal që 2 muaj s'flet me to, me trajnerin, para menaje. Trajneri... Mirë, po a i zhjith Mourinho këto probleme? I zhjith trajneri se ajo është trajner. A ka fitu Champions League-ën, UEFA ka fitu trofe, edhe Hovin Barcelonës Guardiolës ja ka ndalë Mourinho, qare. O, shumë e di që ja ka ndalë. 5-0, më kujtojtë e lura. Jo, ka qenë 2010-11 ajo. 2 La Liga, a ka fitu La Liga në rekord, Guardiolën e ka e Mourinho. 121 gola, 100 sa piki kemi po. 2011 po arën, 2011 Guardiolën e ka e Mourinho. Ben mes Kloppit o Mourinho, të në kështë zhjetë. Po ani të se ndodhë, ke u për dhe ti 5-0, edhe 4-1, edhe 3-0. Veç jo... Po tash, edhe te 2 ke u, pa të kujtu 11-1, që i përmend të ato vërnica. 11-1 kur... O, Andin. Me qëropat leshta... Edhe 20 vjetë është minimumi. Edhe kupa u kuna jo, 32-ta me General Franco me tenka. Se ke fitu Championsin që 11 vjetë, për çka? Aty është problem tjetër, aty është një problem tjetër. Ku është problemi? Ka në arrutymet vetë. Kjo është për analizë. Ta dëgjojmë Andinin... Po vitin ashëm me treta vërteta për flikin do tjetë sigurisht. Andin? Se prap, Kush ka eliminu vjetë? unë të kom thonë edhe njerë, fati ju që nuk i në taku me neve gjdo vjetë në Champions se kurse këshit marë. Andin, ku ka qenë problemi që se keni fitu? Bastone i mirë, a i veterani. Se ta është një problem tjetër. Me ditë e vërtetuna. Aty është fati nën 1 edhe përqëndrimin nën 2, Barcelonës gjithmonë i ka mungu dikosh pas ikjes A qërmi ka mujt vjetë, para me. ikjes Enriquez që ka qenë Neve Bayerni së morëve në mujtë. kryesis klubit. A qërbit ka qitë me Champions League. Bayerni është ndërë me të mujtë. A qërbit ka mujtë. Mos harron një send, Jo, hitë sa e rëjë. thash pak majre se së ngove, ose më bode kështë s'po ngaj. Ajde. Shqyqyrë se s'keni lujtë kur me Barcelonën Champions, se kur se kështë i tu? Qështë ka qitë Zidani? Zidani 2002, atë kujtojë. Atë kujtojë. Se dirë Së rase bjerë ma herës. Jemi taku, e din që ka hek në Bernabeu aty. 2002, Zidani të ebë një parabola. A din Champions gjusë finale? Ke arru? 9 vite më vonë Messi. A dhe për ndodha jo, të Messi so i derbi. Perezit. Ej, ju e keni obsesion Realin. Edhe obsesion, si të dilni ashtë Redore me si kej. të pranoni kejtë. Ama ja, Qysh, si beba. Mënyra spektakolore. Ju mun Interi, ju mun... Kushe ka mun njerë Leoni.
Ron, ketë për grupe një 2 vjetë, rrasht. Njëra spektakolare që fiton Barcelona. 3-0, a di kush ka mujt 3-0, Raja na i gola. Championsin Paramenoj tifos dhe Interit që shqyre vjenë. Paramenoj. Unë bevazën, Ben. Unë bevazën. Fithu me ëndje këtu. Po me ëndje se i një detajet, e di, 2-0, Roma, tha na stërvitje kemi, shkoj 3-0. Ama po vresh, Ben, që Roma pensionera. Jo, jam shumë i lumë të rej. 36 La Liga. Urimin e pate veç kamuflazh. Thuj za këtë lumë të rinë e kokë. 36 La Liga i kemi. 15 çempion. e kuptoj, do ta dëgjoj deri në Fitore një jemi brapa se ke thonë sonde 107, 105. 106 e keni po sonde. sepse 106 me 106 u barazu. 107 me 106. Ja, Mendohet që me hesht kë. Araz, Jo. së shpejti. Eshte janë i vargusht të liber, Ben, edhe. 37 La Liga i kemi. 36. Jo 29. Sezonën e Edhe umë së krenarve që Arbenin e shë. 26 me te. Jemi Real Madrid, ej. Këtë bota, ko qef marrë me lujtë. 36 La Ligave, 26 me tenka i keni marrë. Me General Frankon. Po mos harro. E din se Ti e dëshmitar. Nuk e di me shumë dhe ti. Ti komunisti, Allah. Qatë jetë. Krejt Evropa e di. Si ka pas lidhe me kralin. Arbem, pse i ka që qire, Arbem? Mas shumë ti trofejnë kone Frankos ka fitu Atletico Madridi. Nuk mujna A e din, se ke ditë ne që ju adhurojmë kur luani me neve. Kemi dëshirë të ju adhurojmë kur luajmë me juve. Veç prezenca e Andinit Benin e nxenë kërë në studio. Gjithë, se mo të si më dzejsh. Ma ti së konë qështu, a? Menoj që për një mek. Alo, nesër kur që është. Sa nuk e këtu, tha duhet fshisën, tha për realit mi. O mas pari trajneri. Fran Garcia, Raul Asensio, Dean Heisen, Gonzalo, Brahim Diaz, kejtut me ecë ata. Konë me marë? Mos me kthej Zidane. Mourinho që të e marë. 100% Mourinho. Për futbolista këtë... Mourinho, Vitinha, Nuno Mendes. Kombre? Tash vora ta i kitë me Klubi mo që bleni këtë dëni. U kryoj ma betë, ma ti. Talem. Mo që farë. Parëm na parë me qiro. 1 miliard euro me kredi. kushtojnë këta 3 që i përmenet. A i keni ato bare? Veç ajo mbuloja që atia realit i bleni të miliard e botës. Naj mes foshorë që aty ka Levante, ka mos shyrani ka Vitinha. Kategorie Ronë është aja për juve. Do lejton më shme. Levante të snaj që Paris Saint-Germain fitoj apo nuk fitoj në finalet Championsit në Budapest, Paris Saint-Germain në 10 vjetë arshme ko me dominu futbolin në Po Evropë. që të këthonë edhe për City, atë kujtohet? Ben, për me nërej që ekipin ju duhet mi marë një 3 futbolist Bayernit, do atë. Ka dominu 6 vjetë, 5 herë kena mujtë. futbol më po ka Guardiolën tënd, idhullin tënd. Po kallzon. 5 herë, Ancelotti, Arbeloa, Alonso, Zizou, po kallzon spektakël E ka ne futbol, kejt. 5-0. Njerë keni fitu 4-0, urime, ke shku në finale, ke mujtë. Smundet me fitu Interin e plezve, Pep Guardiola, edhe qao, Luis Enrique. Guardiola ka marrë. Si Luis Enrique dhe Pep Guardiola, smundet me fitu kërkush tjetër Champions në atë spektakël. Arditin e kemi son të tifoz të Realit Madridit. Dhe më tifoz po duke është ti se so Ardit. Du me demantu ato se veç flet e s'ngon heq, a bedin? Edhe Ka fakti shpedi kosh valoj, qëtash qëtash që po tu. jepja një Jepja e ranë. Beni fjarë me vetë sot, a je mirë të qonë? shumë mirë janë. Apo Beni? Shumë i lumë. Te tik është. Shumë i lumë. Sot nuk je mirë, stabil nuk je, pak qenkes behur, po nuk kongo, ile. Dhe i grimit e ko. Jo, grevit s'kom qitë lumis. Thash më ka shqetsu që nushja Lorinës. Unë të pas kero pak për ligës, po mundosh. Jo, Ish. e kemi Pas kero pak për ligës, mundosh më mbrojt. Me Majorkën e kemi unë titullina. Vedat Muriqin Nuk e ka hupë në gjyrën e ftyrës pëse ka hupë Reali, po është friksu aq shumë prej një qanit vogël. Tash nuk e di... Që nushe i shkonë, se kontrollova. Ush brek, po që. Ode, Qështë edhe u friksove dhe kontrollove. distanca e po. Që nushit po tutësh, që atje që ma poshtë atje janë kokët po na presin. Ka me bo, ta shqetut një për Realit, Po, Mirë.